Muzika revolucionare në vend të zilës së shkollës uron mirëseardhje. Personeli i shkollës janë ata që u testuan të parët me termometër laserik për matjen e temperaturës së tyre. Nga ora 7 e mëngjesit filloi grumbullimi i nxënësve. Qëndruan gjysmë ore jashtë derisa filloi edhe matja e temperaturës për ta. Janë nxënësit e klasës së 6 që e nisën këtë vit të ri shkollor dhe e gjallëruan oborrin e shkollës Fai Konica në Prishtinë. Në përkujdesje të drejtoreshës së arsimtarëve u bë edhe renditja e nxënësve në pikat e shenjëzuara. Pavarësisht se mbi shkrimet me të verdha thonin që largësia duhet të jetë 2 metra, pikat e vizatuara me zor arrinin distancën 1 metër e 30 centimetra. Pas më shumë se 40 minutave, në shoqërinë e muzikës e arsimtarëve të tyre, nxënësit filluan të hyjnë brenda objektit të shkollës për të ulur në bankat shkollore, nga ku edhe do të nisë një hap më tutje drejt të ardhmës së tyre. Në hyrje të shkollës atyre ju bë dhe matja e temperaturës gjithë secilit veç e veç, anipse rezultatet e matjeve mbetën vetëm në ajër, evidenca për këto rezultate mungonte. Për dallim nga shkolla Fai Konica në Prishtinë, shkolla Mihail Grameno në Fushë Kosovë vitin e ri shkollor e filloi me një numër teje të madh të nxënësve. Janë pothuajse 1000 nxënës që pritën në oborrin e shkollës për të nisur ditën e tyre të parë në bankat shkollore. Ishte vetë drejtori i kësaj shkolle Ismet Gashi, i cili për një problem të tillë kishte bërë kërkesa të vazhdueshme për krijimin e kushteve më të mira për numrin kaq të madh të nxënësve. Mirë po nga komuna, ai e ka marrë këtë përgjigje. Për momentin kjo alternativë është e pamundshme, sepse vetëm 2 objekte që kemi kjo shkollë, aneksin edhe shkolla am që jemi këtu, dhe më thonë kemi klasa pak, për numër të madh të nxënësve. Kështu që kemi bërë kërkesa edhe në drejtori komunale, po edhe në ministri që ta kenë parasysh këtë shkollë, sepse është përqendruar vendbanimi në këtë pjesë më së shumti dhe kemi kërkuar që të ndërtohet në objekt i ri i shkollës. Jemi në pritje sepse komuna na ka premtuar që vitin e ardhshëm do të fillojë ndërtimin e një objekti, edhe pastaj po shpresojmë që do të zvogëlohet numri i nxënësve në këtë objekt edhe në aneksin që kemi. Përndryshe, edhe për mësimdhënës është e vështirë menaxhimi i orës mësimit, sepse 48 nxënës në klasë është vështirë edhe të menaxhohet disiplina në radhë të parë, pastaj ku është edhe dhënia e njohurive për nxënësit. Kështu që mësimdhënësit po bëjnë të pamundurën që të paktën të arrihet një sukses sadopak i vogël. Përndryshe, unë si menaxher shkollë dhe elani dhe dëshira dhe vullneti i mësimdhënësve shumë i madh për punë cilësore, mirë po këto janë rrethanat në të cilat ne po punojmë, po mundohemi që ta dhëmi të pamundshme që të kemi rezultate. Po në këtë rast shfrytëzoj që rastin të falenderoj edhe prind
të cilët janë bashkëpunues që fëmijët tyre të marrin një orë në shkollë, e si është problem është edhe angazhimi i mësimdhënësve dhe i gjithë stafit të shkollës. Edhe pse pak hapësirë e numër i madh i nxënësve, Gashi e ka menaxhuar mjaft mirë organizimin e nxënësve për fillimin e vitit të ri shkollor në këtë shkollë. Së shkolla Mihael Grameno tashmë dhe me aneksin e përuruar së fundmi mbetet e mbi populluar. Drejtori tregon për numrin e nxënësve nëpër klasa. Tash në një ndrim për shkak pas dite do të vinë dikon 940 fëmijë. Ka mesatarë deri në 48, 45, 43, po mbi gjitha mesatarë gati bjen 40 nxënës në çdo klasë. Hapësira e klasëve është ngushtë pak, po jemi munduar që secili nxënës ta ketë bankën e vet, edhe të jetë i sistemuar në ato mundësitë një distancë mesatare. Nuk është ajo e dëshirueshme që duhet të jetë, mirë po kjo është mundësia që e kemi për momentin. Kujtojmë që për të njëjtën shkollë dhe vetë zëvendës Ministri i Arsimit Xhavit Rexhaj, për emisionin Amfiteatër pati thënë se është gjendja më e rëndë në nivel Kosove. Mihael Grameno, nëse nuk mund të formoj 4 grupe, duhet të dërgoj klasat në mësim online, ose në mësim të kombinuar 2 ditë online, 3 ditë në shtëpi. 2 ditë në shkollë, 3 ditë online në shtëpi. Do më thënë, këto skenare zbatohen në bazë të kushteve të shkollës ose komunës së caktuar. Uroj që të mos jetë ashtu, po me gjas në fushë Kosove kemi gjendjen më të rëndën në nivel të Kosovës. Përveç drejtorit për mbarvajtje të rendit u ban edhe policia e Kosovës. Me entuziazëm e buzëqeshje në fytyrë, me maska, me distance me matje të temperaturës, nxënësit në kryeqytet vetë se e filluan për së mbari shtatori në shkollat e tyre. Mirë po jo të njëjtin fat e përjetuan edhe nxënësit në disa fshatra të komunës së Kamenicës. Në ditën e parë të tyre të shkollës, ata e gjetën shkollën e mbyllur, e mbetën duke pritur në bord të saj. Është fshati Kopernic ai në të cilin viti i ri shkollor për nxënësit nuk nisi me 14 shtator. Në vend se të uleshin në bankat shkollore për të përshëndetur me njëri tjetrin, ata e nisën me protesta e thirrje duam shkollën tonë. Është nën kryetari i bashkësisë lokale ai i cili krejt fajin për një gjendje të tillë ja lë kryetarit të kësaj komune qendron Kastratit. Të gjithë këta nxënës është dashur që sot të fillojnë mësimin në shkollën Skënderbeu këtu në Kopernic, por kjo shkollë sot është e mbyllur për fajin e kryetarit të komunës dhe të drejtorisë së arsimit në komunën e Kamenicës. Sot normalisht sipas planit të Ministrisë së Arsimit do të duhet të ishte dita e parë e mësimit për gjithë fëmijët në gjithë Kosovën, por fatkeqësisht kjo nuk po ndodh edhe në shumicën e fshatrave në komunën e Kamenicës, siç po ndodh edhe këtu në fshatin Kopernic. Sot nga një iniciativë e kryetarit të komunës, nxënësave jo është mohuar e drejta e arsimimit dhe shkolla po konsiderohet jo funksionale dhe kryetari po dëshiron të mbyll dhe nxënësat e kësaj shkollës të bardhin në një lokalitet tjetër. Për neve si bashkësi lokale, kjo është e papranueshme, pasi që kjo reformë është konsideruar, është konstatuar që është edhe jashtëligjshme dhe përbën shkelje ligjore edhe kushtetuese, për të cilat ne nuk mendojmë që si qytetar, por edhe si prindër të bëhemi pjesë e shkeljeve të tilla ligjore. Përveç tjera është i pyetur se çfarë do të ndodhë me këta nxënës, ai për emisionin Amfiteatër e ka këtë përgjigje. Ne jemi të vendosur që fëmijët të vijojnë mësimin në shkollën tonë, nuk kemi, siç thashë më parë, nuk kemi asnjë arsye të vetme të bartim fëmijët as në August, por as në asnjë shkollë tjetër. Shkolla jonë i përmbush të gjitha kushtet. Na kena zhvilluar një aksion simbolik
prej orës 8 deri ora 10 të gjithë fëmijët kanë qenë para shkollës, kena organizuar një protestë të vogël në shenjë revolte. Po kjo nuk do të thotë që është mjeti vetëm që do të kundërshtojmë këtë reformë. Në ditët në vazhdim, nëse nuk bëhet një pezullim e kësaj reforme, ne do të mendojmë edhe për mjete tjera të kundërshtimit. Po të njëjtat ankesa ndaj kastratit i ka edhe kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal Bashkim Latifaj. Nihemi fajtor për atë pse kemi pru kryetarin me votën tonë. Ne nuk jemi fajtor dhe nuk mund të jemi. Asësi nuk duhet mendohet në këtë drejtim se ne jemi fajtor. Ne jemi prindër e tyre edhe të mbrojmë interesat e tyre. Ne mendohemi për të mirën e tyre. Kështu që unë fëmijën ja kisha besu personalisht vetëm mjekut atëherë kur fëmija ime është i smutë, jo një kryetarit për shembull që nuk e di se çka është reforma. Me mlev ndaj kryetarit e as pak me mendjen tek fëmijët, prindërit kanë vendosur që në asnjë mënyrë fëmijët të mos dërgohen në shkollë tjetër. Edhe t'ju them drejtën është kriju një antipati jashtëzakonisht e madhe edhe e fëmijëve ndaj kryetarit. Do thotë që ata i kanë edhe epitetet e tyre, po që ne nuk po i themi këtu se nuk është e rrugës. Të shfuqizohet ligji për cilin kryetari i komunës ka e shfrytëzon dhe ja kam cekë edhe atij që ligji ta mundson, por nuk ta lejon. Edhe ajo që nuk e lejon është përfacimi i prindërve se prindërit janë mbretërit e shkollës. Të vendosur për riorganizim e të palëkundur ndaj vendimeve të marra deri më tani, u shprehen edhe nga Drejtoria Komunale e Arsimit në komunën e Kamenicës. Si ndjet ushtruesja e detyrës në Drejtorinë e Arsimit Mirhane Morina që një pjesë e fëmijëve të fshatrave të Kamenicës sot du përcëllitë në diell e nuk janë në përshkolla. Ajo ka një përgjigje të shkurtë. Unë po mendoj që pyetja nëse ne ndjehemi mirë që fëmijët nuk janë në shkollë është pyetje retorike, përgjigjja e SSR-s ndihet. Jo, unë se di cila është? Jo. Fakti që ne nuk ndjehemi mirë, do të thotë që ndjehemi përgjegjës për këtë. Ne nuk ndjehemi mirë nëse nuk kemi arritur të bindim prindrit që kjo do të ndodhë këtë javë apo në ditët në vijim. E fajtorin deri të ardhja një situatë të tillë ja ku e gjen Morina. Ajo nuk heziton që me çdo kusht të fillojë mësimin në shkollat e përcaktuara nga komuna. E për më tepër, ajo e ka këtë porosi për prindërit. Qëndrimi jonë është i prirë, edhe ne nuk do të hedhim asnjë hap prapa nga vendimi që tashmë është marrë. Ne detyrohemi të iniciojmë procedura gjyqësore për cilat nuk kemi fare dëshirë, sepse nuk është e hishme që komuna të përballet me prindin për fëmijën e tij në gjykatë. Por në fund të fundit, kjo është edhe detyra jonë dhe ne patjetër që obligohemi me ligj të realizojmë përgjegjësitë dhe kompetencat tona. Ne e kemi një praktik, një përvojë të busavatës së fundmi, që ata kanë pretenduar që mbajnë mësim, kanë marrë edhe dëftesa për të njëjtin vit shkollor dhe inspektorati anulon ato dëftesa, pastaj detyrohet komuna të organizojë provimet klasore. Do të thotë është një vit i humbur, ndërkohë që krijohet iluzioni te nxënësit, manipulohet me ta, që ata e vijojnë mësimin e ligjshëm dhe të ofruar nga komuna. Me riorganizimin e arsimit në komunën e Kamenicës është parapar bartja e nxënësve nga njëri fshat në tjetrin. Por a kishte transport sot na tregojnë nga fshati Kopernicë. Jo, sot nuk ka ardhur askush prej institucioneve arsimore që të na thotë që fëmijët do të me shku në shkollën tjetër. E krejt tjetër tregim për këtë obligim të komunës, na e thot drejtoresha. Faktikisht në Kopernicë ka qenë autobusi, e kanë sulmu të njëjtin, ne kemi paraqit rastin edhe në polici, e kanë ofendu edhe e kanë sulmu edhe fizikisht, shoferin edhe autobusin, ndërkohë që po presin policia me marrë masa. Tash do të thotë është e pavërtetë që komuna nuk e ka mbulu obligimin e saj në lidhje me transportin.
Të dyja kampet, komuna në njërën anë e një pjesë tjetër e prindërve në anën tjetër, janë barikaduar prapa qëndrimeve dhe veprimeve të tyre. Janë fëmijët ata që më së shumti po e psojnë këtë luftë politike në mes këtyre dy kampeve. Po një gjë është e sigurt, fëmijët duhet të shkojnë në shkollë. Kështu nisi, por jo me kaq rigorozitet e përkushtim, nxënës e prindër e mbyllën ditën e parë të shkollës. Si e përjetuan ditën e parë në shkolla fëmijët dhe prindërit dhe janë të friksuar, ata na tregojnë këto emocione. Vetë fakti që e shoh fëmijën që është shumë e lumturune, normal që adaptone, është shumë ndjenjë pozitive kjo. Se me të vërtet që 6 muaj kanë qenë jashtë këtë proceseve mësimore, e shisha që edhe pat nis pak një farë monotonie, më bëhe u të qa dhe pak për sendeve tjera të cilat mujnë me vetëm se sa e pashune, si e kanë rregullu shkollën edhe këto kretë tjera, shumë jam i kënaqur edhe për mu mjafton kjo punë. Po një farë mënyrë kjo pandemia na ka lodhë, se u bë gjatë edhe s'po dihet kur po dënë mu kry, veç një farë ndjenje shumë e mirë mu këthy në objekte, tamam edhe më fillu shkollën, tamam qysh na ka hije. Me qëfar kënaqësie, me qëfar entuziazmi kanë ardhur në shkollë, ju ka mungu shumë edhe shkolla, edhe shokët e shoqet, shumë. Është mungesë shumë e madhe, se sa do kudo mësimi përmes platformës online i cungum, nuk është i plot, kur nuk e ki kontaktin me shokët e shoqet, me mësuesen, është pak më ndryshe. Tanë jemi shqetësun, mas pari është pak vështirë edhe mi njoftë fëmin për këtyne maskave se gati të njëjtë për dokën, adine për që ato edhe u bomna përsi. Po, ma mërmendja që me ko, sigurisht që kanë më eliminu dhe këto pengesa tjera. Po, më tregu drejtën e kem pak frigën, se ka nashta shkolla dhe që kanë kushte alo më të mira, po që shpo dëgjojmë lajme që ka t'infektum, është e pritshme dhe ajo, ta shohim. Sa do të respektohen masat e si do të vijojë mësimi në ditët në vazhdim, ne do të ndjekim hap pas hapi e do ju mbajmë të informuar.